Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, po flas nga këndvështrimi i poetit musliman, po flas nga këndvështrimi i mesimdhënësit, po flas nga këndvështrimi i filozofit musliman, në lidhje me Imran Hoxhein edhe debatet mes Olsi Azegjiut, do më thonë video se Olsi Azegjiut dhe probleme, do më thonë emrave që ai i ka përmend. Në 65.5% për çka ka fol për pjesën e Shqipërisë, 65.5% ja ka qellu. Ato vërtet shoqata El Haramein i ka dhënë për davet dhe nuk ka as i të keqe këtu me pas sponsor për davet. Se të paguar, okej, nuk ta ka kush borxh ty, Olsi shpirti vllajt. Pse ke marrë ti 300 euro, i ka marrë 1.000 euro, shumë mirë që i ka marrë, po është problemi mos me abuzu. Sa i përket me lidhje me Imran Hoxheinin që ka dhënë mendimin me bashkëpunu me Rus, atër as Sadullah Bajrami, as Bekir Halimi, as Ergin Shala, as një shqiptar që ka vujt terrorin serb, nuk ja ban zemra me bashkëpunu me ruset ku niko që ka pas ushtar rus në Kosovë që kanë vrarë dhe kanë masakru. Janë përballë ushtarë të UÇK-s deri edhe në Koshare me ushtarë rus që kanë marrë pjesë në luftën për krah serbëve. Sa i përket ndikimit vahabist, unë jam i pari që etiketoj si kriminal Muhammed ibn Abdul Wahabin. Nëse ka një musliman botë që e ban tekfir Muhammed ibn Abdul Wahabin për shkak se ka vrarë musliman, jam unë. Nëse ka dikush që e qunë Havarij Muhammed ibn Abdul Wahabin, jam unë. Kriminal dhe i tham shkau i gadishullit arab, shkau i Nejdit, unë e quj. Me shumë dashuri ndaj Allahut, e quj shkaun e Nejdit. Muhammed ibn Abdul Wahabi në veria e shekujve është për mu. Ama, lidhje me hoxhallaret që ki etiketu, sidomos Sadullah Bajramin, ke gabu vlla jam i dashur, sepse nuk ka lidhje, është i pasër me ato që ka thua ti. E sa i përket sponsorizimit, ajo sponsorizimi është shumë i mirë, po mos të shërbejnë, ajo rroga që marrin këta nxënësat e Medinës sot, mos i shërbejnë politikës së mbretit arab, po t'i shërbejnë davetit, se shumë mirë është që marrin rrogën, a ke parasysh. Mos më formojnë mu këtu lidhje klan hoxhallaresh, se si tham lidhje hoxhallaresh, mos më formojnë klan hoxhallaresh për ta luftu komunitetin musliman, po të bashkëpunojnë me Bujar Spajun deri në pikën e fundit. Kështu që Olsi i dashur i fije ma vash, sepse nëse Imran Hoxhein e deklaron se është kryqëzu Isa a.s. atër kjo është automatikisht, Allah na rujt, tekfirin ja lën dietarëve.